Domethënë, po të mos ishte për të qarë, kjo do ishte për të qeshur. Ajo që bën për të qarë është fakti që ka njerëz ende në Shqipëri që e besojnë këtë prallë ignorante të thellë, dhe ajo që është për të qeshur është se si këta mendojnë që mund t'i hedhin hisyve një populli të tërë, duke menduar që gjithë njerëzit nuk kanë asnjë lloj dienie, që janë gjithë aq ignoranca, nuk e kuptojnë dot që këto lloj prallash janë pralla fëmijësh, të cilët asnjë fëmijë 5 vjeç nuk do t'i hante në një ambient normal. Pra, për sa i përket Bashkimit Evropian, ato janë thjesht për të mbajtur popullin me ushqim mediatik. Nuk ka shanse që Shqipëria ty në Evropë, se çfarë përfaqëson Evropa është një diskutim vetë që mund ta kemi në një moment të dytë, e të tjera. Problemi i shqiptarëve nuk është as hyrja në Evropë, nuk është as Gjermania që do t'i ngushtoj hapësirën e Edi Ramës për të vepruar, e as ndonjë fuqi tjetër më e madhe, as Shtetet Bashkuara të Amerikës po ta shohin hop. Problemi që kanë sot shqiptarët është që duhet të shohin veten pasqyrë, dhe duhet të shohin a ju pëlqen vetvetja apo jo, a ju pëlqen kjo pari që i sundon apo jo. Nëse ju pëlqen, le të vazhdojnë në këtë rrugë. Por unë kam bindjen që shqiptarëve nuk mund t'ju pëlqejë kjo pari, dhe ndoshta është koha që të marrin vendimin e duhur për ta hequr qafe këtë pari dhe për të krijuar një shtresë drejtuese të re, e cilat t'i përgjigjet interesave të shqiptarëve. Sigurisht nuk do të jetë perfekte, nuk ka pari perfekte në këtë botë, nuk ka njerëz perfekt në këtë botë, brenda mundësive tona, me njerëzit tanë, me të gjithë njerëzit që jemi me të mira dhe me të këqijat që kanë njerëzit brenda Shqipërisë sot, po kjo pari e ka kryer funksionin e vet dhe nuk mund të vazhdojë më, sepse po na çon drejt një gremine që nuk do të ketë fund. Si mendoni, çfarë e ka shtyrë Edi Ramën të hyjë në një kurs përplasje me amerikanët sa i përket konkretisht projektit Porto Romanos, ku desh një përplasje hapur publike që ai tërhiqej nga ky projekt, pra duke qenë se aludoi se mund t'ua kishte dhënë shteteve tjera, Rusisë apo Kinës për ta zhvilluar. Në këtë rast, çfarë ndodh me Edi Ramën që shfaqet pro amerikan i madh dhe nga ana tjetër pasuritë kombëtare i adreson tek elementë të tjerë që janë kundërshtar me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po pse habiteni ju? A ishte aeroporti Vlorës që ishte gati për t'ju dhënë interesave ruse me anë të atij agentit rus në Kosovë? Nuk është as e para as e fundit. Po të shohim më parë, e njëjta gjë ndodh me kryetarin e opozitës. Kryetari i opozitës thotë unë jam dashnori më i madh i Amerikës, ndërkohë që është nën grata në Amerikë. Pra këto absurdet, këto gjërat qesharake, të cilat ju shiten njerëzve si ar i kulluar, janë pjesë e politikës shqiptare. Paria me këtë punë merret. Paria merret duke me të gjitha interesat anti-shqiptare. Strategjikisht, sigurisht që Edi Rama është duke kërkuar alternativë ndaj mbështetjes amerikane, dhe këtë e ka thënë haptas, ka thënë që është i ëmbël mjalti kinez apo një gjë e tillë, çfarë tha para disa kohësh. Pra nuk është që Edi Rama nuk i ka shprehur piksynimet e veta në mënyrën e vet, tërthorazi, ndërkohë që me një dorë jep mbështetje për Iranin, me dorën tjetër përpiqet lidhet me Rusinë. Këta lidhet e Paris-Tiranës me Rusinë janë të shumëfishta, vinë që nga periudha e luftës së totë dhe nuk humbin ato. Sigurisht që Rusia e ka kultivuar lidhet me Parinë e Tiranës duke marrë një numër të konsiderueshëm studentësh përvitshëm që edukohen në institucionet ruse, edhe se çfarë ndodh atje pastaj është histori më vete, duhet hetuar nga organet përkatëse, nuk mund ta them unë, po zakonisht këta njerëz që shkojnë studiojnë në përvendet huaja janë terren pjellor për të gjetur njerëz që mbajnë lidhjet në një mënyrë ose në një tjetër, të hapur ose të fshehur. Pra, duke qenë që këto janë faktet e përditshme, nuk kemi pse të habitemi që Edi Rama e vendos interesin shqiptar në peshore dhe shef, nga më intereson mua ta çoj dhe e çon ondej, okay. Nuk është problematike kjo, as Edi Rama, as Ali Berisha, as Ilir Meta nuk e kanë fare problem këta. Pikërisht ky është problemi. Problemi është që këta veprojnë në këtë lloj mënyre dhe
unë siç po e shihni sot kam dëshirë që ti drejtoj njerëzit ta shohin nga një pikëvështrim më i gjerë, sepse marrja me këto cicmicet e ditës na pengon që të shohim pyllin duke u marrë me pemën, thonë amerikanët. Pra, na duhet ta shohim nga pikëvështrimi i gjerë, sepse vetëm ashtu mund ta shohim drejt ashtu siç duhet. Përndryshe, rrezikojmë që të merremi me çështjet e ditës. Unë e kuptoj që nuk është mediatikisht fort e këndshme për njerëzit. Njerëzit duan lajm, njerëzit duan që të kenë atë të ditës, historinë e ditës që i mban 3 ditë afër telefonave apo afër kompjuterave. Mirë po, dikush duhet ta bëj këtë, dikush duhet ta ngrej nivelin e diskutimit deri në pikën ku duhet parë si po qeveriset shteti shqiptar, nga kush dhe me interesa mbrapa. Të tjerat pastaj janë cicmicet ditës, cilat herë kanë interes për të diskutuar e herë nuk kanë. Pikërisht në këtë rast, çfarë interesash fshihen në këtë rast dhe kujt i shërben Edi Rama, duke qenë se së fundmi ai i dha dhe një dorë Aleksandr Vučić në një shkrim që bëri në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku propozoi model tjetër të antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ai shkrim përbën tradhti kombëtare dhe Edi Rama është duke ndjekur interesat e Paris-Tiranës. Pra, Edi Rama është drejtuesi, është ai që ka më shumë fuqi, sepse është ai që kontrollon strukturën kriminale të brendshme që mbledh vota dhe ai është duke ndjekur atë që ka ndjekur rrugën e Paris-Tiranës. Të gjithë pjesëtarët e Paris-Tiranës, duke filluar nga Edi Rama i pari, e të tjerët përfitojnë nga kjo. Si përfitojnë? Sepse shumë njerëz mendojnë që po pse opozita po i bën opozitë e tjerë, po përtasin e po dalin në sheshe. Shumë në rregull, opozita është duke dalë në shesh, po del në shesh me thjesht për të mbajtur vendin e vet në mjedisin publik. Thjesht për të mos lënë askënd tjetër për të thënë këto që po themi ne këtu. Nuk i thot askush këto që themi ne këtu, me këtë lloj ashpërsie dhe drejtësie ashtu siç duhen thënë. Nuk i thon jo sepse nuk i din njerëzit, se kanë në Shqipëri njerëz të jashtëzakonshëm, kanë në Shqipëri njerëz të ditur, nuk kanë nevojë për aq shumë mend shqiptarët se sa kanë nevojë për kurrajo publike. Kanë nevojë për njerëz që ta thonë të vërtetën drejt dhe të mos lidhen me njërin palë apo me tjetrën palë. Pra Edi Rama përfaqëson Parin e Tiranës. Jo vetëm interesin e vet dhe jo vetëm Partia Socialiste Zeza, Partia Socialiste ka marrë fund si ajo që ka qenë dikur Partia Socialiste, tani është një sekt që ndjek Edi Ramën dhe Edi Rama bën çka doj me të, nuk kam është edhe një shkrim i një funksionari të lartë edhe nga prejardhja po dhe vetë të Partisë Socialiste para disa ditësh që e vinte në dyshim ekzistencën e kësaj partie si Parti Socialiste, thjesht ka mbetur emri tani më, po është një sekt i sindikatës ndërkombëtare të krimit i kontrolluar, i cili i shërben Paris-Tiranës. Po ashtu si Partia Demokratike i thot vetes parti, po është thjesht një grupim njerëzish që mbledhin vota për hir të familjes Berisha, për të ruajtur familjen Berisha. Ashtu siç Ilir Meta, partinë ashtu quajtur të lirisë, që ka qenë dikur për integrim, po që nuk dihet se për çfarë do të jetë nesër, ndoshta do jetë partia për Mujo Ulçinakllëk, dhe i përdorin për interesat e tyre personale. Çdo kush që i ndjek, edhe njerëzit që i ndjekin, një pjesë e mirë e tyre janë xhambazër politik, cilët i ndjekin se duan të marrin diçka prej tyre. Oligarkët janë pjesë e kësaj loje, pra këta janë gjithë brenda. Kush e paguan çmimin janë shqiptarët. Pra Edi Rama ka marrë përsipër që të bëj pjesën më të madhe të lojës, sepse është njeriu që ka më shumë pushtet nga të gjithë këta, është njeriu që të paktën ka besueshmëri, del në televizor dhe njerëzit e shohin si kryeministri i Shqipërisë. Ky është posti i tij. Ai ka marrë përsipër që të bëj pjesën më të madhe të lojës, por këta janë gjithë bashkë në atë. Kujt i shërben, se nuk i përgjigja pyetjes drejt për drejt, i shërbejnë vetëm interesave të tyre. Sot i duhet të bëhet me Rusinë, bëhet me Rusinë. Nesër i duhet bëhet me Kinën, bëhet me Kinën. Pas nesër nëse i duhet bëhet dhe me Indonezinë, po përmend një shtet cilin ndoshta nuk ka shumë lidhje, edhe me Indonezinë bëhen këta, nuk e kanë fare problem. Ndërkohë Kosova nuk e ka pritur mirë një gjë të tillë dhe konkretisht ministre e drejtësisë Donika Gërvalla ka theksuar se Kosova nuk do t'ia fal kurrë Edi Ramës
atë lëvizje të fundit që bëri me Vučićin. Në këtë rast, pse Kosova i hap dyert Edi Ramës dhe Albin Kurti, por edhe Vjosa Osmani nuk i tregojnë vendin publikisht, nisur nga qëndrimet që mban Edi Rama si kryeministri i Shqipërisë, që në një rast tjetër dhe shumë logjik do duhet të ishte krah Kosovës në të gjitha rastet. Zonja Gërvalla do bënte mirë që të mos bënte zëdhënësen e interesave gjermane në Ballkan, po të merrej më shumë me interesat shqiptare. Në fakt, zonja Gërvalla ka qenë një zhgënjim i madh në rolin e saj si ministre jashtme, por kjo është një çështje tjetër. Zonja Gërvalla do duhej që të kërkonte me forcë përpara të gjitha autoriteteve aty ku kanë ndikim, lirimin e gjithë komandantëve nga Haga dhe të mos kërkonte dënimin e tyre nga një gjykatë farsë. Pra, thënë kjo, zonja Gërvalla ka drejt në këtë pikë vështrim, sepse si thova më parë, ai shkrimi ishte praktikisht tradhti kombëtare, po është bërë aq e zakonshme në mjedisin politik shqiptar, tradhtia kundrejt kombit, sa që askujt nuk i bën më përshtypje. Kjo duhet na tremb. Pra sigurisht që nuk ka koordinim me Kosovën, sigurisht që paria e Kosovës ka dhe ajo problemet e veta, njëri nga problemet më të mëdha është mungesa e bashkëpunimit mes tyre dhe futja e këtyre ndasive. Tani janë ndarë edhe midis shumicës, po e çojnë vendin e ca zgjedhje të tjera, cilat nuk janë të duhura, me thënë të vërtetën, është një farsë e madhe që po ndodhet edhe në Kosovë. Unë uroj që të mbyllet pa shumë dëme, se që ka bërë dëme asgjë nuk diskutohet, po të mbyllet pa shumë dëme, dhe të gjithë bëhen bashkë dhe të kërkojnë lirimin e menjëhershëm të atyre komandantëve që mbahen peng, nuk janë të burgosur, mbahen peng në Hag nga një pseudo drejtësi e drejtuar nga Beogradi, sepse vetëm drejtësi nuk është ajo, dhe çfarë do lloj problemesh apo gjunahesh që mund të kenë, cilat unë nuk i përjashtoj, çdo kush bën gabime në jetë, edhe komandantët nuk është që mund mos kenë bërë gabime. Ka gjykata në Kosovë, ka drejtësi Shqipëria, domethënë kanë drejtësi shqiptare, se jo Shqipëria, se ata janë pjesë e Kosovës, po ka institucione të cilat munden të merren me ta, dhe nuk besoj që krimet e tyre, të ashtu quajtur krimet e tyre, se s'kanë bërë krime ata, po të ashtu quajtur krimet e tyre nuk mund të gjykohen nga institucionet e Kosovës. Ajo që është reale, që është e vërtet, është që gjykimi në Hag është gjykim serb, ata duhet të ishin liruar prej shumë kohësh dhe shqiptarët duhet të kishin një organizëm bashkërendues, sigurisht duke përfshirë dhe komandantët, për t'u përgjigjur situatave që ndodhin nëpër botë sot. Ky duhet të jetë synimi i të gjithëve. Me këtë duhet merret zonja Gërvalla, nëse më lejon që t'i bëj një sugjerim, e të mos merret me gjëra të tjera, të mos merret dhe të bëj agjendën e shteteve tuaja në trojet shqiptare. Në këtë rast, Kosova çfarë do të duhet të bëj kundrejt Edi Ramës? Pra, çfarë qëndrimi do duhet mbaj vetë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani? Albin Kurti dhe qeveria e tij kanë mbajtur një qëndrim të pranueshëm ndaj asaj që ka bërë Edi Rama, por sigurisht në çdo marrëdhënie që nuk ecën, të dyja palët kanë pjesën e tyre, nuk e dim brendësinë e problemeve që kanë, por të dyja palët kanë pjesën e tyre. Ajo që unë mendoj që nuk mund të jetë faja e Albin Kurtit është fakti që në Tiranë sot kemi një qeveri dhe një opozitë, të cilat të dyja bashkë punojnë kundër interesave të shqiptarëve dhe të cilët e kanë frikë Kosovën. Nuk dua ta lë pa përmendur këtë. Paria e Tiranës e ka frikë të tmerrshme Kosovën. Sepse çdo lloj suksesi i Kosovës e vendos në pikë pyetje sundimin e tyre mbi shqiptarët. Sundimi i tyre mbi shqiptarët është i bazuar në shqiptarizimin e trojeve tona, në çpopullimin e tyre dhe ripopullimin me njerëz të tjerë, të etnive të tjera, në mungesën e ndjenjës kombëtare dhe të etnisë, të vendosjes së etnisë në bazë të shtetit shqiptar. Ndërkohë që Shqipëria është i vetmi vend që na njihet si vendi i shqiptarëve dhe është i sunduar nga anti-shqiptar të përbetuar. Pra, në këtë pikë vështrim, cilat do qofshin problemet e brendshme në Kosovë, ka një dallim jashtëzakonisht shumë të madh të Kosovës nga Shqipëria. Dhe nëse Kosova
ecën përpara dhe ka sukses, tregon rrugën përpara të gjithë shqiptarëve, sepse nëse Kosova bëhet një vend normal dhe po shpresojmë shumë shpejt njihet si një shtet, ndërton institucione të tjera, çfarë do ta pengonte një referendum për bashkimin e trojeve shqiptare? Mirë, po një referendum për bashkimin e trojeve shqiptare nuk e doj pikës pari Paria e Tiranës sepse rrezikon pozicionin e saj. Paria e Tiranës është kundër Kosovës. Nuk e do Kosovën, e mbështet sa për sy e faqe dhe në momentin e parë dalin karagjozër politik si ky kryeministri që kemi tani dhe bëjnë ato paçavure shkrime për të mbrojtur me nderën e vet. Është turp dhe tradhti kombëtare, po jemi mësuar tani më në Shqipëri që të kemi në krye të shtetit tradhtar.